Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot, me ndihmën e Allahut fuqiplot, do të flas për temën për çfarë na porosit Allahu. Abu Dharr al-Ghifari, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë se Allahu i madhruar në një hadith qudsi na jep disa porosi, të cilat janë të vlefshme për çdo njeri. Sepse në këtë hadith qudsi për të cilën do të flasim, Allahu na drejtohet të gjithëve duke thënë o robët e mi. Po çfarë është hadithi qudsi? Hadithi qudsi është një lloj i veçantë i hadithit në Islam, i cili përmban fjalë të Allahut që janë shprehur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, por që nuk janë pjesë nga Kurani i shenjtë. Hadithet qudsi janë të shumta në Islam, ndërkohë është edhe ky hadith që do flasim sot, i cili përmban porosi nga Allahu i plot fuqishëm. Hadithi qudsi për të cilin do të flasim është i përbërë nga 8 paragrafe, dhe secili nga këto paragrafe përmban porosi të ndryshme. Në këtë hadith, Allahu i madhruar në paragrafin e parë thot: o robët e mi, unë ja kam ndaluar vetes padrejtësinë dhe e kam bërë të ndaluar mes jush. Prandaj, mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Në këtë paragraf të hadithit qudsi mësojmë se Allahu është i drejtë dhe nuk bën padrejtësi. Ai ja ka ndaluar vetes së tij padrejtësinë, siç thotë edhe në ajetin 46 të surës Sajde. Bismillahirrahmanirrahim. Ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Zoti yt nuk u bën padrejtësi robëve të tij. Kështu që duhet që edhe ne të shmangim çdo lloj padrejtësie ndaj të tjerëve, sepse padrejtësia është një mëkat i madh dhe është i ndaluar. Prandaj pra, të bëjmë kujdes, të mos jemi të padrejtë, pra në familje, në shoqëri, të mos i bëjmë padrejtësi vetave tona, duke ecur në rrugën e gabuar, në rrugën e devijimit, e cila është rruga e shejtanit. Të mos i bëjmë padrejtësi vetave tona duke zhytur në mëkate, në gjunahe, duke kundërshtuar
krijuesin ton, Allahun e plot fuqishëm. Të kemi kujdes nga padrejtësia ndaj të tjerëve, sepse padrejtësia në ditën e gjykimit, padrejtësia që bëhet në këtë jetë, dikujt në ditën e gjykimit do të jetë errësira. Jo një errësirë, po errësira. Pra errësirë mbi errësirë, errësirë mbi errësirë. Prandaj të bëjmë kujdes. Ndoshta Allahu e fal një padrejtësi që ne mund t'ja bëjmë ndaj tij, por do të kemi kujdes nga padrejtësia që i bëjmë robëve të Allahut. Ata nuk ta fal Allahu, po nëse nuk ta fal robi i tij. Prandaj të kemi kujdes. Në paragrafin e 2 të hadithit kutsi, Allahu i madhruar thot: O robët e mi, të gjithë jeni të humbur, përveç atij që e kam udhëzuar unë. Prandaj më kërkoni udhëzim që t'ju udhëzoj. Nga ky paragraf i hadithit kutsi, mësojmë se udhëzimi vjen vetëm nga Allahu. Ai, pra, Allahu na ka dërguar profet, ka zbritur libra, na ka dhuruar arsyeën që ne të dallojmë të mirën nga e keqja, dëmin nga dobia, të drejtën nga e padrejta, të vërtetën nga gënjeshtra, udhëzimin nga devijimi. Pa profet, pa libra dhe pa arsye, njeriu nuk mund të gjejë rrugën e drejtë. Për këtë duhet i lutemi Allahut me sinqeritet për udhëzim dhe ta kërkojmë pra udhëzimin në çdo aspekt të jetës që jetojmë. Dhe gjithmonë të jemi në rrugën e Allahut. Është rruga më e shkurtër, rruga e drejtë që na çon te krijuesi, tek Allahu i plot fuqishëm. Ti shfrytëzojmë të mirat e tij për të qenë të udhëzuar në këtë jetë. Sepse nëse do të jemi të udhëzuar në këtë jetë, do të jemi të shpëtuar në jetën tjetër. Në paragrafin tjetër të hadithit kutsi thuhet: O robët e mi, të gjithë jeni të uritur, përveç atij që e kam ushqyer unë. Prandaj më kërkoni ushqim që t'ju ushqej. Kjo thënie na mëson se të mirat materiale dhe fizike, ushqimi, shëndeti, veshmbathja e të tjera, vinë prej Allahut. Ai është furnizuesi. Prandaj duhet të jemi mirënjohës, duhet të jemi falënderues dhe të mos harrojmë krijuesin që është burimi i çdo të mire që kemi. Në ajetin 79 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot: Kul, kullun min indillah. Thuaj, çdo gjë është prej Allahut. Gjithçka. Gjithçka pra është për Allahut fuqi plot. Dhe për këtë pra ne duhet të jemi pra falënderues. Dhe në këtë paragraf Allahu na porosit dhe na thot që më kërkoni mua ushqim që t'i ushqej. Ti kërkojmë Allahut çdo gjë që dëshirojmë.
Sepse ai është pranues i lutjeve. Ai është përmbushësi i nevojave që ne kemi. Në një paragraf tjetër të hadithit kutsi, Allahu i fuqiplot thot: O robët e mi, ju gaboni ditën e natën, ndërsa unë i fal të gjitha mëkatet. Prandaj kërkoni falje për meje që t'ju fal. Sa e mrekullueshëm kjo thënie. E cila na mëson se mëshira e Allahut është më e madhe se mëkatet tona. Në ajetin 156 të surës Araf, Allahu i madhruar thot: Wa rahmeti wasi'at kulla shay. Mëshira ime përfshin çdo gjë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, Allahu është shumë falës dhe pret që ne t'i kërkojmë falje për gabimet, për gjunahet që bëjmë. Asnjë mëkat nuk është aq i madh sa të mos falet, në krahasim me mëshirën absolute dhe gjithëpërfshirëse të Allahut fuqiplot. Prandaj që asnjëherë të mos e humbasim shpresën nga mëshira e Allahut. Të kthehemi tek ai, sepse nuk i dihet kohës kur na troket vdekja në derë. Të kthehemi tek Allahu, të pastër, të devotshëm, besimtar, vepërmir, t'ja dorëzojmë amanetin që na ka dhënë, pra ashtu siç na dha si qelibari. Dhe të mos janë dorëzojmë Allahut amanetin, pra shpirtin, të nxirr sterr nga mëkatet, nga gjunahet që ne bëjmë. Ti kërkojmë falje Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunahet, me përjashtim të vënit shok atij, shirku. Allahu na ruaj prej tij. Të gjitha të tjerat Allahu i fal. Prandaj le t'i kërkojmë falje Allahut, të pendohemi dhe të kthehemi tek ai. Sepse pendimi i sinqert është gjithmonë i pranuar. Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert, me pendim që të mos ktheheni përsëri për ato gjunahe më mëkate që keni bërë më parë. Sa mrekullueshme është kjo thënie. Çfarë porosie madhështore. Allahu na fton, na porosit, na fton që t'i kërkojmë falje atij, sepse ai e pranon kërkimin e faljes, e pranon pendimin. Në një paragraf tjetër, Allahu i madhruar për në hadithin kutsi thot: O robët e mi, ju kur nuk do të arrini të më dëmtoni, dhe kur nuk do të arrini të më sillni dobi, as edhe një herë. Kjo thënie na mëson se Allahu është i pavarur nga çdo gjë. Ai nuk ka nevojë për askënd dhe për asgjë. Ai është absoluti në gjithçka. Ne kemi nevojë për Allahun. Dhe jo anasjellës.
Në ajeti 15 të surës Fatir, Allahu u drejtohet njerëzve dhe u thot: Ja ejuhan nas, antumul fuqara ila Allahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. O njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun, kurse Allahu s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo lavd. Pra duhet ta adhurojmë Allahun pa pretendime apo krenari. Të mos krenohemi sepse po adhurojmë Allahun. Ta adhurojmë sepse ai e meriton adhurimin. Ai është krijuesi ynë. Ai na dha jetën. Ai na furnizon, ai na mbron. Dhe tek ai do të kthehemi. Nuk ka vend tjetër ku do të shkojmë. Te Allahu jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Prandaj askush të mos pretendoj se gjithçka e ka nga vetja e tij, është nga Allah. Allahu është pronari absolut, ne jemi pronar relativ për gjithçka. Nëse ne nuk e besojmë atë, nuk e dëmtojmë Allahun. O Musa, thot në një ajet Kur'an, sikur ti dhe çdo kush në tokë, pra më bëjnë shirk dhe nuk më besojnë, nuk më dëmtojnë mua asgjë, thot Allah. Besimi ynë nuk i sjell dobi Allahut, na sjell ne. Mos besimi ynë nuk e dëmton Allahun, na dëmton ne. Prandaj, në këtë porosi, Allahu fuqiplotën, ne na porosit që të jemi gjithmonë besimtar, mirënjohës, falënderues, adhurues të Allahut. Dhe na mëson se Allahu nuk ka nevojë për asgjë dhe për askënd. Në një paragraf tjetër, Allahu i madhuar thot: O robët e mi, sikur i pari dhe i fundit prej jush, pra njerëz dhe gjin, të kishin zemrën më të devotshme të një njeriu të vetëm nga ju, kjo nuk do të shtonte asgjë në mbretërinë time. O robët e mi, sikur i pari dhe i fundit prej jush, pra njerëz dhe gjin, të kishin zemrën më të prishur, më të ligë, të një njeriu të vetëm nga ju, kjo nuk do të paksonte asgjë nga mbretëria ime. Në këtë thënim, mësojmë se devotshmëria dhe ligësia e njerëzve nuk ndikojnë në mbretërinë dhe sundimin e Allahut fuqiplot. Sa tiran, sa vrarës, sa kriminel, sa shtypës ka parë për këtë tokë, të gjithë kanë ikur, kanë marrë me vete tiranin, vrasjet, shtypjen, mizorit e tyre. Sundimi dhe mbretëria e Allahut vazhdon. Dhe do të vazhdoj. Sa e sa të devotshëm kanë kaluar në kjo jetë, kanë marrë me veten e tyre devotshmërinë, por përsëri mbretëria dhe sundimi i Allahut vazhdon. As devotshmëria nuk i ka shtuar diçka mbretërisë dhe sundimit të Allahut, dhe as ligësia nuk i ka paksuar mbretërisë dhe sundimit të Allahut asgjë. Devotshmëria dhe ligësia, ato pra sjellin dobi dhe dëm atyre që e mbartin. Vetëm kaq. Devotshmëria pra
dhe ligësia kur nuk ndikojnë për në mbretërinë dhe sundimin e Allahut. Allahu është i plot fuqishëm dhe i pavarur nga veprat tona. Veprat tona nuk ndikojnë as pak tek Allahu fuqiplot. Nëse ne e adhurojmë Allahun, nuk i bëjmë derë atij me këtë adhurim, por i bëjmë mirë vetes tonë. Po ashtu nëse ne bëjmë mëkate, nuk e dëmtojmë Allahun. Ne dëmtojmë vetat tona. Pra, për të thënë, Allahu na porosit të jemi të kujdesshëm, të jemi gjithmonë të devotshëm, të qëndrojmë larg ligësisë. Sepse ligësia është shkatërruese si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër, ndërsa devotshmëria ajo pra sjell dobi të mëdha, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Në një paragraf tjetër, Allahu i madhëruar thot në këtë hadith kutsi: o robët e mi, sikur i pari dhe i fundit për e jush, për njerëz dhe gjin, të ngriheshit në një vend të vetën dhe të më kërkonit, e unë t'i jepje secilit atë që kërkoj, kjo nuk do të paksonte asgjë nga ajo që kam, përveç aq pak, nëse dikush pra merr pak gjë nga deti, ujë prej tij, domthonë. Edhe deti nuk mbaron nëse marrim disa pika prej tij, as nuk paksohet. Kjo thënie tregon, na mëson se furnizimi i Allahut është i pakufishëm. Ai jep pafund, pa llogari. Dhe kur jep, asgjë nuk i paksohet atij. Të tillë janë dhe besimtarët e devotshëm, të cilët kur shpenzojnë nga ajo që u ka dhënë Allahu në rrugën e tij, ata janë të bindur se asgjë nuk i paksohet, përkundazi, i shtohet akoma më shumë. Ndërsa ata që nuk besojnë, ata janë kopras do shtrënguar, kanë frikë se me shpenzimin u paksohet pasuria. Prandaj, duhet të kërkojmë me bindje dhe të mos kemi asnjë dyshim se Allahu është bujar dhe i pasur. Ai nuk e kthen duar bosh robën e tij besimtar e të sinqert kur i lutet dhe i kërkon. Pra këtu Allahu na porosit që gjithmonë pra ne t'i lutim me atij, t'i kërkojmë, por me bindje, pa dyshim, me sinqeritet, me devotshmëri, me pastërti. Dhe Allahu fuqiplotën nuk e kthen bosh, pra duar bosh robën e tij besimtar. Dhe në paragrafin e fundit të këtij hadithi, Allahu i madhuar thot: o robët e mi, janë veprat tuaja ato që i regjistroj për ju, prandaj do t'ju shpërblej për to. Kush gjen mirë, le të falenderoj Allahun. Kush e gjen ndryshe, të mos qortoj askënd tjetër veç se veten e tij. Në këtë thënie mësojmë se çdo njeri do të shpërblehet sipas veprave të tij, dhe jo sipas pasurisë së tij, dhe jo sipas pushtetit të tij, por do të shpërblehet sipas veprave të tij. Çdo njeri është përgjegjës për veten e vet. Askush nuk merr përgjegjësinë e mëkateve të tjetrit. Ky është rregulli në fenë islame. Askush në islam nuk është flijuar për mëkatet e të tjerëve. Secili mban përgjegjësinë e mëkateve të tija, do t'jap llogari për mëkatet që ai ka bërë. Përgjegjësia individuale është thelbësore në islam. Ne nuk mund të fajsojmë askënd tjetër për
rezultatin e jetës sonë, përveç se vetes, për rezultatin negativ. Duhet pra të qortojmë, të fajsojmë vetat tona dhe askënd tjetër. Ne jemi përgjegjësi. Ne jemi ata që e bëjmë të jetë xhenet dhe e bëjmë xhehenem të jetën tonë në këtë dynjë. Prandaj, le të kemi kujdes tek veprat që bëjmë. Sepse ato do të marrim me vete, asgjë nuk do marrim. Që fini nuk ka xhepa që të fusin dollarat apo eurot i marrim me vete. Mos mendoj kush. Në atë gjykatë supreme nuk ka rishvete, nuk ka avokat, vetëm ne dhe veprat tona. Do shpërblehemi sipas veprave dhe do dënohemi sipas veprave që kemi bërë në këtë jetë. Të ti, të besojmë, të bëjmë veprat e mira, ta duhem njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin. Të jemi zemërbardhë dhe jo zemërzimë. Të dashur vëllezër dhe motra, ky hadith kutsive ka një përmbajtje të thellë e të fuqishme dhe përçon mësime të shumta edukuese. Në të Allahu i madhëruar u drejtohet robëve të tij në mënyrë shumë të mëshirshme, por edhe me një ndjesi fuqie absolute dhe drejtësie. Ky hadith kutsi është një thesar i urësisë së Allahut fuqiplot dhe na mëson që të jemi të drejtë, të kërkojmë udhëzim dhe falje nga Allahu, të jemi mirënjohës për çdo mirësi, të kuptojmë fuqinë dhe pavarësinë e Allahut fuqiplot, të përgatitemi për llogari me vepra të mira. Ky hadith na edukon të jemi të përulur, të sinqert dhe të devotshëm ndaj Allahut fuqiplot. Në ajetet 6 dhe në ajetin 8 të surës Infitar, Allahu i madhruar thot: Ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O njeri, ç'të mashtroi ty që nuk i besove Zotit tënd bujar, i cili të krijoi ty, të dha përmasa të rregullta dhe të harmonizoi në çfarëdo forme që ai deshi të formoj. Pra, të mos mashtrohemi nga intrigat e djallit e të egos. Gjithmonë të jemi me Allahun, në rrugën e Allahut, të punojmë për Allahun, sepse kthimi ynë është tek Allahu dhe qofshim inshallah për punë mirëve dhe qofshim për atyre që i dëgjojnë porosit, të i zbatojnë në jetën e përditshme dhe s'ka dyshim se porosit më të mira, më të larta janë porosit e Allahut fuqiplot, porosit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, të familjes së tij pastër, qofshim për besimtarëve të sinqertë dhe të devotshëm. Allahu ju ruajt ju dhe familjen tuaja kudo që të jeni. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.